Në një kohë kur siguria online është kthyer në domosdoshmëri, shkolla Osokuka ka zhvilluar sot një konferencë me temë higjiena kibernetike në shkolla, një nismë që synon krijimin e një mjedisi të sigurt të fëmijëve në përdorimin e teknologjisë. Tre mësuese nga Lezhë, Arlinda Nikolli, Anila Kola dhe Jonida Prenga, prezantuan një manual digjital mbi higjienën kibernetike, krijuar në bashkëpunim me ekspertin e IT-s Kevin Locaj. Qëllimi kryesor i këtij projekti është që ne të krijojmë një mjedis të sigurt të ndërgjegjshëm në përdorimin e teknologjisë. Ky projekt synon të rrisim ndërgjegjësimin e nxënësve për rreziqet e botës online si phishing, hakerimi, abuzimet digjitale, të fuqizojmë mësuesit përmes trajnimeve, materialeve praktike që ata të jenë udhëzues i sigurt për nxënësit në këtë fushë. Janë materiale e praktike që vijnë nga shtetet ndërkombëtare, e shumica nga shtetet që janë perëndimore, për shembull Mbretëria e Bashkuar, Amerika, Australia, janë të provuar dhe studimi që kemi bërë sot mund të aplikohet në shkollat shqiptare. Trajnerja e praktikës Pranvera Kraja ka folur mbi rreziqet më të mëdha që po përballen fëmijët në mjedisin online. Duke pa edhe ngjarjet jo fort të këndshme që kanë ndodhur në mjedisin shkodran, po edhe në gjithë vendin ton në lidhje me rrezikshmërinë që kanë pas, domethënë ngacmimet në rrjetet sociale dhe ndikimi i tyre për disa adoleshentë ka qenë edhe me pasoja për marrjen e jetës së tyre, atëherë kjo temë ka një rëndësi tepër të veçantë. Teuta Çoku, drejtoreshe e shkollës Osokuka, theksoi nevojën për ndërgjegjësim nga të gjithë, duke shtuar se frekuentimi i tepërt i rrjeteve sociale nga të rinj duhet të frenohet. Ashtu si shumë shtete të botës, edhe tek ne u ndalu TikToku, por them që duhet më tepër bindje që të ndërgjegjësohen vetë të rinjt, prind, ne mësuesit, që duhet i themi stop për disa rrjeteve sociale dhe frekuentimit të fëmijëve në këto rrjete sociale. Konferenca u realizua me mbështetjen e Drejtorisë Rajonale të Arsimit Parauniversitar në Lezhë, Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, Agjencisë për të Drejtat e Fëmijëve, Bashkisë Shkodër, Policisë Vendore, si dhe me pjesëmarrjen e mësuesve dhe nxënësve.